Jo, definitivisht nuk është në përputhje me ligjin, pra qëtë shkeljet e qartë të dispozitave ligjore të ligjit për kontrollin e duhanit, sipas të cilit ndalohet pirja e duhanit në vende publike të mbyllura. Të gjithë tamë jemi dëshmitar se kjo është shndruar në një dukuri normale dhe dora institucionale apo intervenimi i institucioneve apo autoriteteve zbatuese përgjegjëse për zbatimin e ligjit nuk vret fare, pra çështja e zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit ka mbetur në dorën e pronarëve të lokaleve gastronomike. Meqenëse se ekziston një ligj, kjo nuk mund të konsiderohet vetëm çështje qytetarëve, por mund të konsiderohet si një dështim institucional për zbatimin e këtij ligji. Ne kemi dashur të tërheqim vëmendjen për këtë dukuri shqetësuese dhe t'i ftojmë të gjithë ata që po garojnë në garë për pozitën e deputetit dhe partitë politike për të marrë qeverisjen, që ta shohin me shqetësim këtë çështje, pasi që duhani është shkaktari më i madh i parandalueshëm i sëmundjeve jo ngjitse, duke përfshirë sëmundjet kardiovaskulare dhe kancerin. Nëse shikoni raportin e progresit të vitit të fundit, numri më i madh i vdekjeve në Kosovë ndodh për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare. Dhe duhani është shkaktari i parë dhe kryesor i këtyre sëmundjeve. Prandaj një investim në parandalim dhe në reduktim të pirjes së duhanit do të thoshte një investim në uljen jo vetëm të barrës shëndetësore, por edhe barrës ekonomike për qytetarët e këtij vendi. Jo, kontrollat janë shumë të pakta, monitorimi është në një nivel shumë të ulët. Ju keni parë se kudo që pothuajse në të gjitha vendet publike konsumohet duhan pa parajashtim dhe është ndruar një dukuri normale. Ka pasur merret disa fushata të inspektimeve dhe të monitorimeve, por të cilat kanë qenë vetëm ad hoc dhe për një kohë të shkurtër. Për të pasur sukses, monitorimi duhet të jetë i vazhdueshëm dhe të bëhet në mënyrë sistematike, gjë e cila deri më tani nuk ka ndodhur. Shitja e cigarave elektronike apo vape nuk është rregulluar me ligj, dhe kjo përshfrytëzohet nga tregtarët, nga ata cilët dëshirojnë të përfitojnë nga vape, duke u shitur të rinjve, pavarësisht moshës së tyre dhe fëmijëve nëpër shkolla. Dhe për këtë çështje ka pas disa përpjekje që të adresohen në draftin e projektligjit për kontrollin e duhanit dhe produkteve të nikotinës, mirë po nuk ka arritur që të miratohet në parlament ende për shkak të ngërçit politik që e patëm. Por është më rëndësi të thuhet qartë dhe zëshëm që produktet e vape apo cigaret elektronike përmbajnë substanca të cilat janë substanca toksike dhe të cilat kanë potencial të shkaktojnë kancer. Përveç tyre janë produkte të cilat kanë potencialin të shkaktojnë një varësi të lartë, sidomos tek fëmijët dhe tek të rinjt. Dhe mos adresimi i kësaj çështje, po ashtu paraqet një dështim institucional, ndërsa adresimi i kësaj çështje ku do të parandalohet konsumimi i këtyre produkteve nga të rinjt, është një investim i rëndësishëm në shëndetin publik në të ardhmen dhe në shëndetin e popullatës në përgjithësi. Gjithashtu kisha dashur të them që shumica sipas statistikave që i kanë realizuar në shumë vende tjera, ata të rinj të cilët kanë nisur përdorimin e vape shumë shpejt janë shndruar në përdorim dual edhe të vape edhe të cigareve të zakonshme tradicionale, duke rrezikuar kësaj shëndetin e tyre në një shkallë shumë të madhe. Po, kemi pas një numër të madh të ankesave, për këtë arsye dhe kemi formuar një aleancë e cila quhet Aleanca për të ardhmen pa duhan dhe nikotinë, në të cilin marrin pjesë profesionistë shëndetësor, gazetar që janë antar të saj edhe specialistë të shëndetit publik nga shoqëria civile, të cilët e kanë për qëllim që të gjitha këto reklamimin, marketingun, promovimin, sponsorizimin, aromat dhe shijet të cilat i përcjellin cigaret elektronike apo vape, t'i rregullojnë me ligj. Për shkak se industria e vape në këtë rast i përdor këto me shumë mjeshtri për të arritur shitjen e këtyre produkteve, sidomos tek të rinjt, për të bërë ata të varur, të cilat pastaj do të bëhen konsumator afatgjatë të produkteve që ata shesin. Një cigare elektronike, ka cigare elektronike apo vape, që i ka 6.000 deri në 7.000 thithje dhe përmbajnë nikotinë sa përmbajnë 200 cigare.
apo sa përmbajnë 10 pakut e cigareve nikotin. Do më thonë që ka një aftësi jashtëzakonisht lartë për më shkaktu varësi tek njerëzit që konsumojnë këto, edhe për t'i kapur, për t'i lidhur, për përdorimin e këtyre produkteve.